Ne kemi ndjekur nga Shqipëria, kemi ndjekur dhe zhvillimet në Shkup, ku ka qenë protesta për gjuhën shqipe atje, që duket se do të zhvendoset së shpejti në Tiranë dhe pastaj në Prishtinë. Kemi ndjekur dhe protestën e madhe të Beogradit që ishte dje, edhe u fol shumë edhe për një manifest që ishte shkruar nga protestuesit, ku përmendej dhe Kosova e të tjera. Por më the, kur folën paraprakisht, më the që nuk ka shumë efekt në Prishtinë, në Kosovë, tani se janë gjithë fokusuar te lufta frontale me njëri tjetrin dhe çfarë ndodh edhe në vendet fqinje, edhe me lidhje, edhe pa lidhje, siç janë Beogradi dhe Shkupi, natyrisht nuk ka shumë të bëj aty. Në fakt, ajo çfarë ndodh në Shkup ka të bëjë shumë me Kosovën dhe do duhej Kosova të mbante një qendrim dhe të paktën të ishte aty pjesëmarrëse në këtë protestë dhe të pikërisht duke pasur parasysh miqësinë e afërt të Kurtit me Mixhidin dhe VLA-nin që drejtojnë me qeverisje në Shkup, mirë, po kjo gjë nuk ka ndodhur. Të paktën jo publikisht nuk kemi parë një gjë të tillë. Nuk ka pasur asnjë qendrim nga asnjë emër i qeverisë ose nga një ministër ose zëvendës ministër ka kësaj proteste. Në anën tjetër, protesta në Beograd dhe pankartat e vazhdueshme nuk është risi për opinionin kosovar, duke pasur parasysh që Beogradi në vazhdimsi tenton të infiltrohet dhe të përdor këto mekanizmat e propagandës dhe luftës hibride, siç po quhet tashmë. Por ajo që është më e rëndësishme është që të gjitha partitë, përfshirë këtu edhe pushtetin aktual që përbën nga lëvizja vetëvendosje, janë të fokusuar në fushat dhe në marrjen e votave të qytetarëve. Kjo ndoshta për faktin sepse vetëvendosja tashmë ka lënë edhe këtë propagandën për Shkupin dhe Beogradin anash, dhe është fokusuar pikërisht në luftën kundër LDK-s, po e themi, po e precizojmë, kundër Osmanit, është për shkak që zotri Kurti si duket ja ka frikën Osmanit, sepse zonja Osmani në 2021 ishte personi më i votuar në Kosovë dhe arriti që pikërisht ky binomi mes Kurtit dhe Osmanit të kemi këtë triumfin e madh të vetëvendosjes në 2021 e që u ripërsërit në dhjetor të 2025-s. Prandaj vetëvendosja fokusin e ka tani ta mbajë këtë suksesin e dhjetorit dhe të mos bie nën 51%. Për te partive politike si e shohin, po të pyes ty tani, a diskutohet në Kosovë nëse kjo që po ndodh në Shkup ose ajo që po ndodh në Beograd, që janë dy çështje krejt të ndara, mund të kenë zhvillime të mëtejshme, se pastaj nëse nuk ka interes natyrisht për Kosovën dhe për vendet fqinje, por nëse kanë, secili vend do të bëjë llogarinë se në çfarë drejtimi mund të shkojnë komplikacionet e këtyre gjërave. Mund të ketë zhvillime të mëtejshme, komplikime, ajo që po ndodh në Shkup, nëse nuk zgjidhet brenda institucioneve të Maqedonisë së Veriut, siç do duhet zgjidhe, është në kushtetutë dhe duhet zgjidhe në mënyrë teknike, mund të kenë komplikacione protestat që po ndodhin në Beograd, apo ne do shohim të njëjtën gjë që prap Vučić është aty, ai fiton zgjedhjet dhe s'ndodh asgjë tjetër. Në fakt, zgjedhjet do të shkojnë edhe Serbia do shkojnë në zgjedhjen në shtator. Këto janë njoftimet e fundit që vijnë nga Beogradi. Pra edhe Beogradi këto protesta i përdor pikërisht Vučići për të ruajtur pushtetin e tij atje. Dhe në Kosovë kritikët ose politologët, analistët të ndryshëm realisht kanë bërë thirrje që t'i kushtohet vëmendje kësaj gjëje, sepse nuk mund të fokusohemi vetëm në zgjedhjet të cilat na presin me 7 qershor. Duhet të fokusohemi edhe në çështjen e Shkupit, duke qenë se shumë qytetarë, shumë shqiptarë të Maqedonisë së Veriut janë dhe jetojnë këtu dhe kanë shtetësi edhe të Kosovës edhe të Maqedonisë. Jetojnë dhe punojnë këtu, por në anën tjetër vazhdojnë të një pjesë e familjarëve të tyre të jetojnë në Shkup dhe kanë lidhje dhe duhet me patjetër të kontribojnë, duke qenë se gjuha shqipe është e pranueshme me ligjet e kushtetutë dhe do duhet që Kosova të kishte një zë për këtë çështje, të jeptet të paktën një zë zyrtar në lidhje me gjitha protestën dhe për të mbrojtur të drejtën as më tepër, kur në krye të qeverisë aktuale kemi një person i cili në vazhdimsi bën thirrje për bashkim kombëtar. Dhe kush më mirë se Albin Kurti do duhet të paktën të dilte publikisht dhe të fliste mbi të drejtat e shqiptarëve atje dhe përdorimin e gjuhës shqipe. Në anën tjetër, në luftën e Kurtit karshi Vučićit për dialogun i cili ka stagnuar tash 3 vite dhe që pikërisht ishte zonja Osmani që akuzoi që ka pasur takime me Vučićin privatisht, Kurti nuk e ngrit zërin pikërisht në këtë ditë, ka shih zhvillimeve atje, ndoshta për faktin që është, siç e potencova më herët,